A e dini se çfarë përdorin italianët për të rindërtuar një burg të vjetër në një ishull ku nuk ka transport? Vjen një helikopter i cili sjell dhe merr materialet, shiheni, është e vetmja mënyrë për të rindërtuar një nga burgjet më të famshëm të Italisë, i cili do jetë një projekt europian bashkëpunimi. Ndiqeni të gjithit, helikopteri i merr materialet në atë zonë, pra shihni heqjen e dherave dhe pjesën dhe i dërgon përballë në ishull nga ja dhe pjesa tjetër. Shihni. Dhe i dërgon përballë në ishull, duke bërë deri tani mbi 10 rrugë. Shiheni.